Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin mars edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shkurt, videot e javës, video me tema të ndryshme në këtë kanal, por ftoj dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanalit të bëjnë abonimin në këtë kanal për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, do shohim, ju mund të ndiqni dhe ascendenten tuaj ku e keni. Atëherë do shohim si do jetë ditëshi i parë. Të lindurit në fillim të 10 ditëshit të parë, duhet keni kujdes gjatë këtij muaji sepse do keni distancim me miq tuaj, me grupe njerëzish, mund të lindin edhe disa konflikte me një person miqësor, duhet të sqaroni gjëra në marrëdhëniet tuaja të ndryshme që ju keni me disa njerëz që ju i konsideroni shumë të afërt. Gjithsesi do kaloni pak vështirësi, duhet keni kujdes nga tradhtit, nga zhgënjimet, dhe këtu flasim në lidhje me shoqërinë tuaj. Por gjithsesi ju do vendosni të distancoheni nga këto lloj marrëdhëniesh. Thjesht duhet të tregojeni të kujdesshëm gjatë këtij muaji. Në lidhje me pjesën e dytë të 10 ditëshit të parë, për ju do jetë një periudhë ku nga ana emocionale nuk do ndjeni mirë, gjithsesi kjo do kaloj, do jetë rreth datës 20 të muajit. Mbas kësaj date, 10 ditët e fundit do kenë sukses profesional, do kenë zhvillime të mira, do keni momente që ju do ndjeni një vetë realizim, do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me studimet, në lidhje me udhëtimet, me njohje të reja që do keni. Por gjithsesi është një periudhë që do ndjeni edhe sikur jeni në qendër të vëmendjes. Gjërat të cilat mund të keni punuar deri tani, do shihni që do keni një rritje, do keni një sukses në punën tuaj, por ndërkohë kjo gjë do arrit që t'ju rriti dhe vetbesimin brenda vetes tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me 10 ditëshin e dytë të lindurit në fillim të 10 ditëshit të dytë. Ju do keni disa çështje që mund t'ju shqetësojnë në lidhje me shtëpinë, me karrierën, do lindin disa tensione aty. Në lidhje me punën tuaj, do keni ndryshime në punë, mund të keni edhe debate në lidhje me një shef, me një projekt, me një bashkëpunim, por gjithsesi mos u friksoni, sepse është e përkohshme kjo situatë, do kaloj shpejt, pavarësisht vështirësive, ju do arrini qëllimet tuaja. Kështu që drejt fundit të muajit do keni një kthes pozitive, ndoshta të gjitha këto përpjekje që do bëni gjatë këtij muaji do fillojnë të shpërblen qëllimet që ju i keni vendosur vetes, por do dilni fitimtar nga çdo lloj situate. Pjesa e dytë, e 10 ditëshit të dytë. Ju do keni një rritje financiare gjatë kësaj periudhe, do ndjeni që të ardhurat tuaja ndoshta do fillojnë që lehtësisht të ecin. Do gjeni zgjidhje në lidhje me financat tuaja, është një moment suksesi, në qoftë se ju prisni një borxh, një kredi, një nuk e di se çfarë, atëherë është periudha që ju do t'i merrni. Gjithsesi në lidhje me trashëgimit, me çështje ligjore, është një muaj shfaqësimi në lidhje me ju, në lidhje me bankat, autoritetet, me pensionet, me ushqimet, me trashëgimit, me të gjitha llojet e situatave që kanë lidhje me anën ekonomike. Është një muaj ku do keni gjëra pozitive, ndoshta ju do harrini të buzëqeshni në fund të muajit, por edhe në gjëra që ju keni qenë të pasigurt, ose keni pas pasiguri në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni qenë, atëherë është një periudhë që do t'ju hiqet stresi, është një periudhë që dhe një kohë e mrekullueshme për ju. Dhe në lidhje me pjesën e parë të 10 ditëshit të tretë. Atëherë është një periudhë për ju që nuk e di, por do ndjeni një lloj indiference në lidhje me punën tuaj. Ju gjithsesi do keni sukses, edhe pse mund të ndjeni dhe indiferent ndaj ngjarjeve të ndryshme, nuk do të thotë pikërisht aty, por gjithsesi do keni një sukses në lidhje me punën tuaj. Është një muaj ku gjërat do lëvizin për mirë në lidhje me ju, ana psikologjike do jetë më e mirë, do jetë në rritje.
do jeni më të sigurt në veten tuaj, por ndërkohë do gjeni arsye për t'u ndier mirë, ndoshta me aktivitetet tuaja të përditshme. Është një fazë që ose një muaj që ju do keni edhe shumë flerte, do keni ndoshta në ambientet e punës, në ambientet shoqërore, dhe në lidhje me pjesën e dytë të 10 ditëshit të tretë, do jetë një muaj çlirues për ju. Ju do keni mundësi për zhvillime të mira në lidhje me punën, me karrierën tuaj. Çdo sekret që ju mund të kishit, mund të dali në dritë tani. Gjithsesi do mësoni disa informacione, intriga ose veprime që mund të jenë bërë mbrapa skenës te vendi juaj i punës. Është një fillim i ri që dëshironi ta bëni. Gjithsesi është një muaj ku ju do keni sukses në lidhje me punën tuaj. Do mbyllni një kapitull të vështirë, do hapni një kapitull të ri në lidhje me dhe do hidhni hapa të reja, por do hiqni edhe një peshë që keni mbajtur në supe ndoshta për një kohë të gjatë. Por është edhe një periudhë që do t'ju rritet vetbesimi në lidhje me çfarë do lloj situate. Atëherë shohim tarotin në lidhje me ju. Dhe shohim javën e parë. Në javën e parë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjës së dashit dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Unë shoh që në fillim të javës së parë ju jeni duke ju munguar dashuria, duke ju munguar një person, mund t'ju mungoj dhe ana ekonomike, parat për një pjesë. Një pjesë prej jush mund të ndjeni të lodhur fizikisht, ndërsa për një pjesë tjetër duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj gjatë fillimit të muajit. Në mesin e javës së parë, shoh që edhe pse jeni në këto situata, ju do gjeni atë energjinë dhe forcën e nevojshme për të marrë iniciativa. Dhe mund të jetë një iniciativë në dashuri. Ju mungon një dashuri, atëherë merrni iniciativë për të futur në një njohje, sepse ju shoh që ndjeni shumë emocional në fund të javës. Për pjesën tjetër, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për disa të tjerë mund të merrni iniciativa ekonomike në lidhje me një pozicion më të mirë pune, ose në lidhje me shëndetin, në lidhje me një lodhje fizike. Por gjithsesi unë shoh dhe kontrata të rëndësishme në mesin e javës, për një pjesë prej jush mund të kenë të bëjnë me shtetin, me situata të ndryshme që keni. Gjithsesi në fund të javës shoh një çlirim shpirtëror, ju do ndjeni mirë, për gjithë ata që janë çifte do ndjeni mirë në marrëdhëniet familjare, me fëmijët tuaj, me partnerin tuaj, por edhe në lidhje me pjesën e personave që do marrin iniciativa në lidhje me dashurinë. Por dhe në lidhje me kontrata të rëndësishme, shoh lajme të mira. Dhe shohim javën e dytë, se si do jetë. Atëherë në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energji të shenjës së Virgjëreshës, por dhe energji të shenjave të ujit përsëri. Atëherë ju largoheni, lini diçka mbrapa për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ndoshta gjëra që nuk kanë funksionuar, ose ju mund të largoheni dhe jashtë shtetit për një pjesë prej jush, në udhëtime, ju mund të lini një vend banim të shkoni në një qytet tjetër, një vend pune për të shkuar në një punë tjetër. Por gjithmonë këtë do ta bëni për mirë. Dhe në mesin e javës ju shoh që nuk e di, por ju keni bërë shumë durim me situata të vështira që keni kaluar, gjithsesi do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht, duhet keni pak kujdes me pjesën e shëndetit përsëri në mesin e javës së dytë. Dhe në fund të javës së dytë ju shoh shumë të dashuruar, shumë emocione, ndoshta keni bërë shumë durim në lidhje me një dashuri, me një person, por ky person do vi drejt jush, do jetë duke ja u shprehur emocionet. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën, ku ju keni bërë durim në lidhje me situata të ndryshme, në lidhje me familjen, me grupe njerëzish, në lidhje me anën ekonomike, mund t'i merrni situatat si i keni. Por unë shoh në fund të javës një çlirim shpirtëror, por shoh edhe lajme të mira në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë.
Atëherë, në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë të shenjës së demit, peshores, shigetarit, por edhe me energjitë shenjave të ajrit. Në lidhje me personat që mund të jenë në një dashuri ose që mund të keni pas situata që ju jeni larguar, keni bërë durim me një person, ky person vjen përsëri tek ju, atëherë ju ose personi kërkon një mundësi ose ju do kërkoni një mundësi nga ky person për të bërë një fillim të ri. Por është një fillim i ri që do marrë zhvillime të mira. Por këtë mundësi mund ta kërkojë dhe personi, sepse ju shoh shumë të prerë, jeni te energjia juaj. Ju mund të jeni nuk e di, por keni marrë eksperienca si në lidhje me dashurinë ose në te vendi punës, në marrëdhëniet familjare, mund të merrni situatat si keni në lidhje me studimet, me pjesën e shëndetit për një pjesë prej jush, por do filloni ti bëni gjërat më me mençuri. Por në lidhje me dashurinë ju shoh shumë të prerë, ndoshta ju keni frikë të jepni një mundësi një personi që mund të ketë ikur dhe personi kthehet për të marrë një mundësi nga ju. Derisa në lidhje me pjesën tjetër, jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me fëmijët tuaj, ndoshta për të investuar nga ana ekonomike, mund të keni një ofertë pune, një ofertë ekonomike, por është diçka, është një mundësi dhe një ofertë që do t'ju sjellë zhvillime shumë të mira, nëse ju do ta bëni në mesin e javës së tretë. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me shtatzanin, mund të jepet një mundësi në lidhje me një shtatzani për të gjithë ata që kanë pas probleme, mund të jepet një mundësi te vendi punës dhe do marrë një zhvillim shumë të mirë, mund të jetë një biznes i ri që ju jeni duke menduar për ta hapur, por gjithsesi, por shoh edhe këto fillime që do bëni, do marrin, ju do harini bollëk dhe prosperitet në lidhje me këto, për gjithë ata që do t'i bëjnë. Kjo nuk është për gjithë. Atëherë, shoh këtu që një pjesë prej jush mund të keni të bëni me institucionet shtetërore. Mund të ketë çështje, mund të jenë lidhje që çështje që kanë lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet, në lidhje me çështje të ndryshme që kanë lidhje me institucionet shtetërore. Por gjithsesi shoh një vendim që merret këtu. Dhe vazhdoj në lidhje me javën e 4. Atëherë, në lidhje me javën e 4, shoh që ju keni të bëni me energjinë e shenjës së Virgjëreshës, më falni, e Ujorit, energjitë shenjës së Demit dhe energjitë shenjave të Zjarit. Atëherë, unë shoh një realizim. Ju do në fillim të javës së tretë do filloni të realizoni gjërat që dëshironi. Ndoshta ju keni manifestuar në lidhje me një dashuri, në lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, ose në rastin tjetër në lidhje me punën, me karrierën, por dhe nga ana ekonomike. Dhe shoh një realizim në lidhje me ju. Diçka do realizoni në fillim të javës. Në mesin e javës, kjo ka lidhje më tepër me një person, me këtë person që ju do bëni një fillim të ri. Ju mund të harini në një bashkëtesë, në një fejesë, në një martesë, ose marrëdhëniet do harin të konsolidohen gjatë kësaj periudhe. Dhe në fund të javës ju shoh që jeni në pritje. Mund të jeni në pritje për të bërë diçka, në pritje të një personi, në pritje të një përgjigjeje, në pritje të një udhtimi, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, por në mesin e javës shoh edhe kontrata të rëndësishme. Ju keni manifestuar në lidhje me një kontratë. Mund të jetë kontratë pune, kontratë për të shkuar jashtë shtetit, nuk e di, kontratë shtëpie, mund t'i merrni si keni situatat. Dhe në fund të muajit shoh që ju jeni duke pritur diçka në lidhje me përgjigje ose situata ose çështje që ju mund të keni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin për muajin mars. Atëherë, kemi energji uji këtu dhe ju thot mos ju humni mundësitë që ju vijnë, thot, sepse ju shoh që jeni përqendruar në të përditshmen tuaj, në situata tuaja të vështira, në një lloj mërzitje jeni përqendruar, kështu që shikoni mundësitë dhe ofertat, se në momentin që jeni përqendruar tek këto situata, ju nuk shikoni një ofertë që ju vjen në lidhje me dashurinë, për gjithë ata që ju mungon një person, një dashuri, një mundësi që vjen nga ana ekonomike, ose një mundësi në lidhje me shëndetin tuaj,
por edhe me situata të ndryshme, me kontrata, se shoh që do keni kontrata gjatë këtij muaji, por dhe fillime që do marrin zhvillime të mira. Gjithsesi, ju thot hapni syt, thot dhe gjeni forcën për të dalë nga një situatë marrëzitje që ju mund të jeni. Dhe kjo ka vlerë edhe në barë çfarë ju keni, por e rëndësishme është që të gjeni forcën për të dalë nga këto situata dhe mos humni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë këtij muaji. Është një mesazh fantastik, muajin e keni shumë të mirë, të paktën nga sa pash te energjia që erdhi. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj një muaj të mbar, një mbazdite sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj video.